Përshëndetje dashumiq. Sot do të flasim në lidhje me energjinë e hënës së re në datë 14 korrik në shenjën e Gafores dhe do të ndajmë mesazhet që mund ta të mbledh dje gjatë meditimit tim në lidhje me këtë hënë të re, pra energjinë, se çfarë kjo periudhë mbart, çfarë ju mund të përjetoni, mund të ndjeni shenja të ndryshme, konfirmimi dhe ndoshta në fund mund ta konfirmojmë edhe me letra nëse është e nevojshme për disa mesazhe. Por në fakt janë vërtet shumë mesazhe, do të përpiqem që të mos zgjatem shumë, të them të drejtën. Por le të shikojmë se si do të na shkojë, sepse përgjithsisht dalin dhe mesazhe të reja teksa bëj videon, dalin shumë e më shumë, nga sa mund ta mendoj. Dhe ju lutem përdorni intuitën tuaj për çfarë do lloj mesazhi në video, sepse mund të jetë për shembull një pjesë për një person, një pjesë për një person tjetër, dhe duke përdorur intuitën tuaj, kjo është një ushtrim shumë i bukur që ju të mund të kuptoni. Për shembull, si ndjehet ky mesazh për mua? A ndjehet si mesazhi im apo jo? Nëse po, merreni dhe pranojeni dhe deklarojeni nëse ju pëlqen dhe ndjeni që është për ju. Nëse jo, thjesht përdorni intuitën dhe mund të thoni që ndoshta është për dikë tjetër, por në jetën time dhe për mua nuk rezonon. Kjo është ideja kur ju them për shembull të dëgjoni intuitën, kjo është ajo për cilën jam duke folur. Duke filluar me disa nga shenjat, shenja e ylberit. Edhe personalisht e kam parë më shumë se sa zakonisht shenjën e ylberit në foto, në karta, në vizion dhe gjithashtu, por edhe në realitetin tim, domethënë thjesht ylber dhe shenja e ylberi nga më të ndryshmet në vende nga më të ndryshmet dhe thjesht edhe aty ku nuk ju apret mendja. Kjo do thotë që është një mesazh për ju. Dhe ju për të gjitha shenjat në fakt, nëse shikoni kafshë të ndryshme, numra të ndryshëm që ripërsëriten, janë mesazhe për ju. Dhe ju inkurajoj shumë që të kërkoni më tej për kuptimin e tyre, pse paraqiten jetën tuaj, t'i mbani shënim në bllokun tuaj, dhe do të vëreni një lloj, si të thuash, ndërlidhjeje mes tyre, që vërtet janë si hapa të vegjël një këtu dhe një aty, apo udhëzim në rrugtimin tuaj, dhe do të kuptoni që vërtet janë komunikim për ju. Ndoshta për ju mund të jenë diçka e shenjtë, varet se si shikoni. Personalisht unë i vlerësoj si gjëra shumë të shenjta, çdo lloj shenje, çdo lloj udhëzimi, çdo lloj, sidomos nëse ju keni një pyetje, një farë shqetësimi në jetën tuaj dhe thjesht nuk e di, dëshironi që jeta juaj të jetë më mirë, ndoshta nuk ndjeni aty ku duhet. Gjithnjë këto shenja vijnë, por dallohet pastaj ose ka një diferencë shumë të madhe sa ne jemi gati që t'i shohim dhe të përgjigjemi dhe sa ne injorojmë apo thjesht nuk i kushtojmë rëndësi, sepse kjo është ideja që nëse ne i kushtojmë rëndësi dhe i respektojmë, ato vazhdojnë të amplifikojnë. Por nëse ne i injorojmë, është si puna e një njeriu që normalisht nuk do të vite të na komunikojë sërish apo të vi të flas me ne përsëri, sepse ndihet i injoruar dhe jo i respektuar. Kështu që shenja e ylberit, dhe nuk e di pse, por po ndjej pakës vështirësi për të folur dhe për të nxjerrë fjalët dhe për të ndërlidhur fjalët, dhe shoh shumë shpesh këtë gjë edhe në së fundmi. Kjo mund të lidhet me faktin e një planeti që është në retrograd, në mos gaboj, Mërkuri, nuk e di, diçka e tillë, por që vërtet po e ndjej vërtet shumë edhe unë që është pakës vështirë për të thënë atë që ju doni dhe mund të keni tjetër gjë në mendje dhe tjetër gjë të flisni. Kështu që kjo mund të jetë një shenjë ndoshta edhe për ju që edhe ju po në realitetin tuaj keni pakës vështirësi që të flisni qoftë në punë, në jetë, në familje, të shpreheni qartë. Ndoshta mund të keq kuptojeni disi, duke qenë se në fakt e them shpesh këtë, ne të gjithë jemi telepatik. Dhe gjithnjë e pyes veten përse për shembull nuk fokusohemi më tepër tek pjesa, sepse e kuptojmë të tjerët më mirë, tek pjesa e empatisë, pjesa telepatike. Sigurisht që ka disa persona që janë më shumë, ka disa që janë më pak. Kjo ndoshta lidhet me faktin se sa keni avancuar në këtë lloj aftësie, sepse është si çdo lloj aftësie tjetër. Por ideja është që ne kuptohemi më mirë nëse ne thjesht jemi empatik dhe nëse ne thjesht përdorim telepatinë. Është si ideja që më përpara njerëzit nuk kishin telefon dhe internet dhe mundësinë që të lidheshin nga njëra anë e botës në tjetrën me këtë webin e padukshëm, por kjo lehtësoi shumë gjëra në momentin që ndodhi. Pra, edhe pjesa e telepatisë, ju mund të lehtësoni shumë gjëra dhe mund të mos të anëshkaloni këtë pjesën e keqkuptimeve nga bisedat apo nga fjalët e thëna, sepse telepatia i heq këto bariera dhe ju e kuptoni 100% çfarë person tjetër do të thotë. Apo empatia, ju e ndjeni 100% çfarë ky person po ndjen në shumë nivele e të tjerë.
Por që kjo është një temë tjetër, më vete. Nga ana tjetër, shenja e pilivesës, ju mund të shikoni pilivesa në realitetin tuaj, mund të shikoni si foto, simbole, mund t'ju pëlqej pilivesa, mund t'ju pëlqej historia e jetës së saj, flutura dhe bleta. Tani këto kanë mesazhe shumë të bukura secila, po ndalen çik të shenjat, se ka edhe shenja të tjera, por që mos t'i harroj. Pilivesa dhe flutura, po ta keni parasysh, kalojnë pjesën më të madhe të jetës ose një pjesë të rëndësishme, si thuash, si një larvë. Dhe më pas ato kalojnë për këtë transformimin e bukur, që ndoshta është një periudhë që ato shndrojnë vetëm, dhe nuk e kuptojmë se kjo po ndodh, duket sikur janë, si të thuash, ndëshkuar në disa raste ose në disa raste të tjera thjesht janë shumë rehat dhe fillojnë rehatohen në këtë lloj strofkulle që ndjen të sigurta. Dhe më pas vjen momenti që duhet të dalin. Dhe në këtë moment janë një qeniere. Dhe lexova një shprehje shumë të bukur dje. Ki besim në procesin e zhvillimit të jetës sënde, nuk ishte eksaktësisht kështu, por thelbi. Ki besim në procesin e zhvillimit tënd ose të jetës sënde, sepse edhe flutura nuk e ka idenë se sa, ose larva nuk e ka idenë se sa flutur e bukur do të bëhet. Pra ju ndoshta nuk e keni idenë se sa shumë ju do të transformoheni. Dhe këtë pjesë e transformimit e kam ndjerë dhe e kam edhe në karta ka ardhur shpesh, pra thjesht e kam ndjerë vërtet shumë që në një shkallë kolektive, ndoshta jo për gjithë për jush, por për shumicën, ka një farë transformimi, qoftë të vogël, qoftë të madh në jetën tuaj, në karakterin tuaj, në qëndësinë tuaj, në gjërat që ju doni apo nuk doni të bëni, mjediset ku ju doni të rini, pra thjesht të ndjeni një lloj ndryshimi. Ndoshta nuk e vendosni dot me fjalë, ndoshta nuk e dini eksaktësisht dhe nuk e keni parë 100%, nuk e ndjeni plotësisht, por është aty. Dhe sigurisht që do kohën e vet që të materializohet, si të thuash, sepse gjithë një gjërat fillojnë dhe lindin në pjesën, si të thuash, në 5D dhe lart, pra në pjesën e padukshme, dhe më pas materializohen në realitetin tonë të dukshëm. Pra gjithnjë është si puna e vizualizimit, që ne e shohim mirë diçka dhe ajo ekziston, por jo këtu tek ne, ekziston në këtë realitet. Dhe ne e magnetizojmë duke sjellë në realitetin tonë, duke e materializuar, dhe ky është vetë procesi i manifestimit. Pra, se devijuam pa nga tema, pra ju, për disa për jush, nëse e ndjeni që është mesazhi juaj, jeni transformuar vërtet shumë, si kjo larvë në një flutur që nuk ka lidhje me njëra tjetrën dhe duket një transformim i magjishëm se si kjo larvë mund të bëhet një flutur me krah, dhe tani më ju jeni në një mënyrë të re jetese. Pra, me këtë veten tuaj të re, ndryshon realiteti juaj, mënyra si ju jetoni, do shoqëroheni me flutura të tjera, jo më me larva, dhe do të jetoni një mjedis tjetër, pra ju mund të zgjidhni të jetoni dhe aty ku keni pas jetuar. Por ju keni krah tani më dhe ju mund të fluturoni. Dhe ju mund të jetoni dhe në ajër, si të thuash, pra mjedisi juaj do ndryshoj, elementi juaj do ndryshoj. Dhe pjesa e pletës lidhet shumë me faktin e komunitetit që ne folëm, pra do të shoqëroheni me flutura të reja, me pilivesa të reja, me miq dhe mikesha të reja që janë po njësoj si ju dhe që kanë kaluar ndoshta në këtë lloj transformimi. Dhe vetë ky rrugtim po e ndjej shumë të arsyeshme të ndalem, sepse gjason shumë me fazën e zimit shpirtëror apo në jetën tuaj, sepse ne mund të kemi shumë zime shpirtërore, e mendojmë apo jo, e dim apo jo, jemi të vetëdijshëm apo jo ne. Dhe ngjason shumë me këtë fazën që jemi në një fazë që thjesht zvarritemi, duket sikur zvarritemi në jetë. Gjërat duken monotone, ose thjesht nuk na pëlqen jeta, ose ka disa që kanë një jetë të vështirë, për shembull fëmijëria, apo qoftë në çfarëdo faze të vështirë. Stërmunduese po më vjen tani si fjalë. Dhe papritur, vjen një moment që ngeleni vetëm, pa miq, ndoshta pa punë, ndoshta nuk e di, gjërat duket sikur po shkojnë edhe më keq se sa ishin. Pra në vend që të dukej sikur po shpëtonit, duken edhe më keq se sa ju ishin. Dhe është kjo pjesa e kukunit, pra e kësaj fazës që është më së nevojshme që të jeni vetëm. Sepse është historia e fluturës që mësuesi i tha nxënësit që nuk duhet që ne ta ngacmojmë apo qoftë edhe të duam ta ndihmojmë fluturën në këtë lloj faze. Sepse nëse ne e bëjmë, ajo nuk do të krijojë këtë lloj force që të dalë vetë me krahët e saj, pra krahët e saj nuk do të jenë të forta mjaftueshëm për të dalë nga kjo strofkull dhe që më pas të fluturoj. Pra ajo mund të dalë, ne mund ta nxjerrim lirisht, por ajo nuk do të fluturoj, se nuk ka krah të forta. Pra kjo është ideja që ju të ndërtoni këtë lloj force të brendshme të karakterit.
të ndjeheni mirë me veten tuaj, ta doni veten tuaj, ndoshta forcoheni që të jeni vetëm që të kuptoni sa mik apo mikeshe e mirë është vetja juaj një herë në radhë të parë, që ndoshta nuk e keni ditur, dhe të kuptoni vlerën tuaj, dhe të kuptoni thjesht jeni të zotë të vetes tuaj dhe vetëm. Pra nuk keni pse të vareni nga të tjerët dhe të prisni nga të tjerët dhe të ndjeni të lumtur vetëm nëse jeni me të tjerë dhe t'ju duket vetmia e frikshme. Dhe në fakt nuk është vetmi, sepse është një fazë përkohshme. Dhe disa për jush edhe mund të duan më pas thjesht që kjo të vazhdojë, sepse ndjeni kaq mirë me veten tuaj tani më, dhe ndjeni kaq të trembur apo jo mirë, do thoja, me të tjerët sepse nuk i besoni dot më, tani që njohët veten tuaj kaq mirë. Por ideja është që të keni balancë. Të dini vlerën e vetes tuaj, të keni këtë marrëdhënie të shëndetshme me veten tuaj. Por të dini kujt i besoni, pra nuk do të thotë që të gjithë janë të këqij dhe mos i besoni askujt. Thjesht të dini të përdorni intuitën tuaj, aftësitë tuaja që ju keni zhvilluar tani më në këtë lloj periudhe, prandaj ka qenë e rëndësishme. Dhe tani më ju mund të dini se kujt i besoni. Kjo është e bukura. Dhe ka një ndryshim shumë të madh mes të qenurit vetëm dhe të zgjedhurit pak kohë që të kalosh me veten tënde, si thuash. Sepse të qenurit vetëm mund të ndodhë edhe kur jeni përkrah shumë njerëzve, të cilët ju bëjnë të ndjeni të padëgjuar, të pakuptuar, nuk ju vlerësojnë sa duhet, nuk ju respektojnë, pra ju ndjeni vetëm aty. Nuk ka rëndësi se sa njerëz janë aty, rreth e qarkush. Dhe në momentin që ju ndjeheni qoftë edhe të dëgjuar nga vetja, të respektuar nga vetja, të dëshiruar nga vetja juaj, atëherë ndjeni sikur nuk keni nevojë për asgjë tjetër, sepse ju i keni gjitha këto. Përse ju duhet një person që t'ju ofrojë këtë lloj komforti? Ama nëse dëshiron që t'ju shoqërojë të jetë miku mikesha juaj, patjetër që po, pra kjo është diferenca. Që ju nuk është se keni nevojë, ju thjesht dëshironi të shndroni me këta miq, për shembull. Jo se ja keni nevojë. Shpresoj të kemi qenë e qartë te kjo pjesë. Nga ana tjetër, një shenjë konfirmimi për ju mund të jetë këto harqet, mund të shikoni harqe lulesh, harqe, edhe tani po e shoh një madje që nga ngjyri beri. Ka patur një aktivitet fëmijësh më duket në anën tjetër, edhe me sa shoh, pas ka vërtet shumë ngjyra të ndryshme ilberi, që është përsëri një konfirmim. Por edhe harqe për shembull si këto urat, por jo ura specifike, pra thjesht harqe që, si të thuash, që mund të kalosh në to, nuk di se si ta shpjegoj tani, por kjo është ajo që pash dhe mënyra si unë simbolizova thjesht për ta mbajtur mend. Dhe simboli tjetër quhet ankh, është një simbol egjiptian dhe simbolizon vërtet shumë fillimet e reja. Por të dyja këto, edhe harku dhe ky simbol, duken si një hark dhe simbolizojnë këtë portalin që ndihmon ju të jeni në këtë lloj fillimi të ri dhe faze të reja për cilën e folëm. Dhe kjo është ajo që ngjova, pra një portal, ndoshta kjo hënë mund të jetë një portal, dhe kur them portal, nuk është se ju do të kaloni nëpërmjet një portali. Këto mund të jenë shenja konfirmimi për ju, sigurisht, por është thjesht ideja që kjo hënë, energjia e saj mund të suportojë ju që të filloni këto fillime të reja, sepse hëna e re është për fillime të reja gjithnjë, dhe mund të jetë fillimi apo pas kësaj hëne të re. Duke qenë se folëm edhe për këtë pjesën e kukunit, të fluturës, edhe vetë hëna e re është në shenjën negafores, është kohë për reflektim. Është kohë që të uleni me emocionet tuaja, ndoshta nëse nuk e keni bërë, sepse duke qenë se është një shenjë uji, e mira është të mos i shmangemi emocioneve tona. Është si të thuash, edhe mos shkoni kundra rrymës së ujit, pra të emocioneve, lërini ato që të vinë dhe përjetojnë ashtu siç janë. Çfarë do lloj emocionesh? Nëse është më e thjeshtë për ju, thjesht vendosni një emër që të mund të krijoni këtë marrëdhënie me to, trajtojeni si mikesha tuaja, si janë aty për të ndihmuar në të vërtetë, nuk ka rëndësi sa të këqija mund të duken në moment, por nëse ju ndërtoni këtë lloj marrëdhënieje, është shumë që po më vjen në mend, është shumë për qeshur, por që jo të gjithë për shembull kanë marrëdhënie të mira me mësuesit në shkollë. Disa ja dhurojnë, disa thjesht kanë frikë për tyre, dhe në varësi edhe të se si është mësuesi, dhe disa ndoshta dhe i urrejnë, kush e di. Dhe nëse këto emocione nuk janë aq të bukura, është kjo e treta. Pra ju nuk doni të shihni me sy, nuk doni që t'i ballafaqoni, nuk doni që të përgjigjeni për atë që po ju kërkojnë, por janë në fund të ditës për t'ju mësuar diçka. Pra po ta vini re, nga situatat po të ktheni kokën pas, nga situatat më të vështira dhe ato që kanë qenë më strapacuese për ju, ne folëm për pjesën e larvës, ato ju çuan që të bëhesh një flutur apo jo.
po ta ktheni kokën pas dhe të shikoni çfarë do të situate që ka ndodhur për ju. Nga ana tjetër ndjej shumë që ju mund të disa shenja të tjera që ju mund të flini gjumë, por ngriheni përsëri të lodhur. Ose thjesht jeni të lodhur në përditësi, ose mund të përjetoni ndihmë nga më të ndryshme të trupit tuaj nëse s'kan lidhje me aspektin mjekësor, sepse ne thamë që në shkallë kolektive po ndodh kjo pjesa e transformimit. Dhe ndoshta ju po përjetoni një rritje në frekuencën tuaj apo thjesht një vibrimi juaj po ndryshon dhe gjithçka është vibracion në këtë univers dhe gjithçka ka filluar nga ky vibrim dhe qoftë edhe ne kur flasim më kohë themi që duhet jemi vibrimi dur që të si manifestimi ynë që ta tërheqim, sepse është e thjeshtë pra ne në këtë vibrim që jemi tërheqim këto gjëra. Nëse ne ndryshojmë dhe bëjmë flutur, tërheqim këto gjërat e tjera sepse vibrimi jon ka ndryshuar. Dhe në këtë fazë ndryshimi të vibrimit të frekuencës suaj, edhe trupi është ai që po menaxhon mënyrën se si të adjustohet, si thua, si të navigoj dhe ai në këtë fazë të re të jetës. Dhe karta që unë pash në vizionin tim ishte një kartë shumë e bukur, përgjithsisht simbolizohet nga një person që mban dy kuaj. Sa herë shoh këtë lloj vizioni dhe këtë lloj karte, e lidh me faktin që mënyra e navigimit nga kjo fazë në tjetrën ndryshon. Pra si të thuash, deri më tani kemi notuar, tani më hipëm në varg. Ose deri më tani kemi qenë me varg, tani më mbërritëm në tokë dhe po fillon rrugtimi ynë me makinë. Pra ndryshon mënyra e rrugtimit. Duke qenë se thamë që trupi ynë po akomodon këtë lloj frekuencash të reja, këto gjëra janë më së normale, sepse siç e thamë, gjithçka fillon në të padukshme një herë dhe më pas bëhet e dukshme dhe materializohet. Dhe është po e njëjta gjë, pra trupi thjesht po përpiqet që ta materializojë këtë lloj vibrimi për ju dhe është diçka që do të kalojë. Gjithsesi, nëse ju e ndjeni të arsyeshme, jam këtu për të ndihmuar me të gjitha këto suportime energjetike që ju të kaloni sa më mirë në cilën do fazë të jetës, apo për çfarë do lloj shqetësimi që mund të keni, qoftë suport, qoftë për të ndjerë paqe të brendshme. Jam këtu për ju, mund të më kontaktoni. Çdo gjë rreth kontakteve të mia dhe shërbimeve të ofruara janë në website-in verastelle.com. Jam më së lumtur të jemi kisha juaj në këtë rrugtim të bukur. Dhe shumë faleminderit. Dhe tjetër diçka që dëgjova ishte që e kaluara është mësuesi juaj, por mos e mbani kokën pas, sepse çfarë ndodh mund të përplaseni. Ky është një mesazh për disa për ju dhe e lidhem e ceka edhe më përpara me shembullin që më treguam me mësuesin. Një ëndër që kam parë, që ndjeva të arsyeshme ta ndaj me ju dhe e kam shënuar këtu, pash sikur një macja ime, kam një macë dhe një maçok, por macja ime doli nga dritarja. Ne kemi me rjeta në fakt, ajo e hapi rjetën dhe u hodh. Dhe unë u tremba kaq shumë dhe shkova për ta parë dhe poshtë mu paraqit lagj ose lagja e vjetër, ne kemi ndruar shtëpinë në fakt para 2-3 vitesh dhe mu paraqit vendi i vjetër ku ne kemi jetuar. Dhe të them drejtën nuk është se kam shumë kujtime të këndshme apo dua të shkoj pas në këtë lagje të vjetër. Dhe u shokova disi, të them të drejtën, por nuk doja kurse si që macja ime të binte poshtë. Dhe në një farë mënyrë apo në tjetrën u duk sikur macja ime fluturoi dhe u ngjit përsëri tek unë, pra sikur unë e trita me energji, si të thuash diçka e tillë, dhe erdhi përsëri tek unë në këtë shtëpi, pra ku ndodhemi tani. Dhe kjo kishte shumë simbolika të bukura, për mua po e po në jetën time, por mendova që mund të ketë simbolika edhe për ju, prandaj u ndjeva e udhëzuar që ta ndaj. Macja simbolizon shumë të intuitën, të pjesën e kurreshtjes, të pjesën që të eksplorojmë horizonte të reja. Por duket sikur kemi frikë apo mund të keni frikë, sepse mendoni që ndoshta e kaluara mund të përsëritet dhe mendoni që ndoshta si të thuash do të bini. Është si të thuash larva, mendon që nga kjo lartësi unë do të bie. Por ndoshta larva nuk po e kupton ende që është një flutur dhe ka krah. Dhe ndoshta ky moment që duket sikur po bini, është momenti që ju të vini në zbatim çfarë ju keni, pra është ndoshta një moment që dil në rrugë dhe shfrytëzoj një orë që ke marrë për të mësuar makinën dhe tani thjesht zbatoj. Pa ti e di se çfarë të bësh, është ideja që kur vjen ky moment nevoje, s'ke çfarë bën, do t'i përdorësh aftësitë, mjetet, resurset që ke. Edhe nëse nuk e di dhe do të kuptosh që më pas, wow, unë pas kam krah tani më dhe unë tani më mund të fluturoj dhe tani më çfarë do që të ndodh, edhe nëse i shkoj, siç e tham në fillim fare, edhe nëse ju zgjidhni të shkoni dhe të jetoni si flutura në territorin e vjetër, nuk ka asnjë problem sepse ju mund të zgjidhni të fluturoni kur të doni ju. Dhe kjo është një ndjesi shumë çlirimi,
Nuk e dia ndjeni ju, por unë po e ndjej tani një lloj çlirimi që mund të merrni frymë lirisht dhe që më në fund, do me thënë nuk ka rëndësi, nuk ndjehem I ose e shtrënguar me zinxhir në rrethanat e jetësime apo në mjedisin ku ndodh. Ajo që dëgjova ishte bëuni krenar për personin që ju jeni bërë. Ne të gjithë transformohemi në jetë. Nuk ka rëndësi se sa ju mund të mendoni që kush jam unë për shembull, s'kam bërë asgjë, transformimi s'ka ndodhur për disa prej jush, sepse disa mund të jenë shumë të vetëdijshëm për transformimin e tyre. Ideja është që ne e nënvlerësojmë shumë veten dhe jemi të parët ta nënvlerësojmë veten. Nuk është diçka shumë e bukur të thoja, sepse kjo tregon që ne në rreth të parë nuk kemi miqtë e vetes. Pra nëse ne nuk kemi miqtë e vetes, kush do të jetë miku jon? Dhe ideja është që ajo që ne folëm përsëri në fillim, pra të krijoni këtë marrëdhënie të bukur me veten tuaj. Çfarëdo që të ndodh, kjo s'do thotë që do të jeni vetëm për gjithmonë. Kjo s'do thotë që ju s'doni të keni miq, mikesha, miqësi të mirë apo partner apo partnere. Kjo thjesht do të thotë që ju, çfarëdo që të ndodh, e keni veten tuaj. Dhe ju hyni në këtë marrëdhënie si vetja juaj flutur, si vetja juaj e vërtet. Dhe këtë mesazhin bëuni krenar për atë që ju jeni, e ndjeva shumë nga paraardhësit, pra një mesazh nga paraardhësit tuaj, të cilët janë vërtet shumë krenar ndoshta për zgjedhjet që ju keni bërë në jetë, për mënyrën se si ju mendoni, për mënyrën se si ju e keni jetuar jetën, sado që juve mund t'ju duket sikur ju jeni kundër arrymës së familjes suaj, ju keni zgjedhur një lloj profesioni që familja juaj është pse e zgjodhe këtë, ne donim që të bëhesh kështu e të tjerë të tjerë. Apo ju thjesht ndjeheni që nuk e keni atë lloj suporti për gjithçka që jeni apo bëni në jetë. Paraardhësit tuaj janë shumë të lumtur që e bët këtë gjë, sepse ata mezi po prisin që dikush të zgjidhte diçka ndryshe apo të bënte këtë gjë ndryshe. Kështu që janë krenar për ju. Mesazh tjetër është që mirënjohja ju bën magnet për mirëqenien në jetën tuaj. Inspirim mund të vijë në jetën tuaj papritur dhe mund të ndjeni më në paqe në këtë muaj, mund të ndjeni më sigur mund të merrni frymë që ne thamë, mund të ndjeni më të relaksuar, kjo është ajo që po ndjej. Nëse kaloni kohë në natyrë, mund të duket sikur po ju vjen gjumi dhe jeni kaq të lumtur dhe natyra ju relakson, ju shëron. Dhe është thjesht ideja që ju të jeni në tashme, të jeni prezent. Nuk është koha që të veproni dhe të forconi gjërat apo thjesht t'i bëni gjërat t'i kontrolloni, është koha që ju thjesht të thoni unë çliroj zinxhiret se të thuash dhe jam këtu dhe tani. Dhe në lidhje dhe me kartën që pash, pra që tham një person që mban dy kuaj deti, ky person I mban vetëm me një dorë, pra nuk ka nevojë që t'i kontrolloj, t'i manipuloj, sepse janë nish, është si të thuash, e keni parasysh atë që po shoh tani, këta individët të cilët kanë një marrëdhënie kaq të bukur me kalin e tyre, si mikun më të mirë, dhe sa më shumë koha kalon, duket sikur janë nish, duket sikur flasin telepatikisht që ne përmendëm telepatinë dhe empatinë, pra duket sikur thjesht janë një trup. Nuk ka rëndësi që janë njëri dhe njëri kal, janë thjesht një dhe marrin vesh njëri tjetrin, nuk ka nevojë që ky person ta kontrolloj apo nuk e di se çfarë. Është thjesht ideja që të dy janë në këtë versionin që e duan njëri tjetrin në një marrëdhënie të bukur simbiotike, por pa u forcuar, thjesht duke ndjerë këtë kërcim të bukur harmonik mes tyre. Një vizion tjetër I bukur që pash dje, e kisha harruar këtë, sepse zakonisht kur I shkruaj të gjitha këto, më vin për momentin, por më vonë I harroj dhe më duhet edhe vetë që t'i lexoj, sepse si thuash, aty e kuptoj që nuk është diçka e krijuar nga mendja ime. Diçka të krijuar nga mendja ime unë e mbaj mend, sepse është e krijuar nga mendja, por kjo është diçka që vërtet mund të ketë shumë kuptim për ju. Pra pash një do thea flutur, një breshk uji, e cila, pra po ta shikoj, unë kam dy breshka uji, dhe ato jetojnë edhe në ujë, edhe në, pra duan kohën e tyre që të shndrojnë dhe të thahen. Pra mund të marrin frymë, si brenda ujit, si jashtë ujit. Dhe vërtet është diçka për t'u admiruar dhe në kuptimin metaforik, shpirtëror, kjo simbolizon faktin që ju, edhe në ujë, edhe në këto emocione të amplifikuara, nuk ka rëndësi se sa thellë ju shkoni, ju mund të merrni frymë. Mos keni frikë nga kjo pjesë, pra nuk ka rëndësi se sa thellë këto emocione shkojnë, pra për njerëz që ndjejnë shumë. Sepse edhe kjo lidhet me faktin pra për individ të ndryshëm që ndjejnë ndryshe, është si të thuash, disa zhyten afër bregut, disa zhyten afër sipërfaqes, disa pëlqejnë të shkojnë thellë, të eksplorojnë dhe saret e thellësisë, apo thjesht të qëndrojnë aty në këtë lloj bote. Dhe ata mund të jetojnë aty dhe mund të marrin frymërisht aty. Nga ana tjetër, edhe jashtë saj, pra ne thamë edhe këtë vizionin që ju mund të kaloni nga jeta në varg, tani më të kaloni dhe të jetoni ose të vazhdoni rrugtimin tuaj me makinë.
Dhe kjo lidhet shumë bukur. Dhe ju mund zgjidhni t'i bëni të dyja, pra tek çdo shembull po vjen fakti që ju mund zgjidhni t'i bëni të dyja. Edhe në tokë, edhe në ujë, edhe në ajër, edhe në tokë. Zgjidhni vetë si doni kombinimin. Ëndrat tuaja do të jenë shumë potente, këtë kam shkruar me kapitale, kështu që ju këshilloj shumë që t'i mbani shënim, të keni një blog për ëndrat tuaja, janë mesazhe universale dhe janë vërtet aty për t'ju ndihmuar për më të mirën tuaj, janë shumë iluminuese. Ndonjëherë ngelen më shokuar se sa të vërteta duken më shumë se sa ky realitet ndonjëherë. Dhe zëri juaj i brendshëm do të amplifikohet. Pra duket sikur tani që po shoh volumi po ngrihet. Si volumi në radion e makinës, po ngrihet dhe ju mund të dëgjoni më shumë, nuk ka rëndësi çfarë zhurmë ka jashtë. Dhe këto mund të jenë mesazhe nga ëngjëjt tuaj, nga guida tuaja shpirtërore, nga universi vet, prandaj them që mbajini shënim dhe dëgjojini sepse vërtet mund të kenë shumë rëndësi për ju. Duke qenë se është në një shenjë uji, kjo hënë e re, sugjeroj shumë ritualet me ujin, pra të karikoni ujin tuaj, të bëni dush me synim specifik. Gjithashtu ndjeva uzuar që edhe vetë të bëj një si spring cleaning ose thjesht të sistemoj garderobën time, sepse kishte kohë që thjesht e kisha lënë, si thua pakës rëmuj, edhe matja ime ka shumë qejf të futet brenda dhe thjesht i bën rrobat më lëmsh se çishin. Dhe gjitha kohën dhe bëra eksaktësisht ashtu siç doja dhe nuk e keni idenë se sa çliruese është. Pra në momentin që ju thjesht e bëni këtë lloj gjëje që keni kohë që e shtyni dhe ky është në fakt një mesazh dhe vetë që edhe pas kam shkruar, bëjeni këtë gjë që ju e keni lënë për më vonë. Sepse ndoshta kjo është ajo brenga dhe ai shtrëngimi që ju ndjeni dhe kur ta bëni këtë do të ndjeni sikur mund të merrni frymërisht. Nuk do të thotë se ajo nuk do t'i shkatroj përsëri rrobat dhe garderobën, por thjesht ideja është që të paktën ju e bët tuajën dhe kjo ju ndihmon. Është si një mesazh, është si një check për ju. Pra e tham që të shkruani ëndrat tuaja, shenjat e ndryshme. Dhe duke qenë se pararësit tanë erdhën dhe na përgëzuan, si thua, apo thjesht ju përgëzuan ju për personin që ju jeni bërë, mund të ndisni një qiri të bardhë ose të kuq për ta në nder të tyre. Unë e bëj gjithnjë këtë, sidomos për gjyshin tim që e kemi humbur përpara 2 vitesh. Dhe që nga ai moment, si të thuash, që e përkujtoj gjithnjë, specifikisht në ditën e tij, por si të thuash, e mbaj këtë lidhjen ende gjallë, sepse nëse ne i kujtojmë ata janë vërtet prezent në jetën tonë. Është si një film që nuk e di a keni parë, Coco më duket, që paraardhësit jetonin vetëm në momentin që kishte diku, domethënë pasardhës për t'i kujtuar. Ishte një film shumë i dimshëm, nuk e di se si fëmijët mund t'i shohin dhe unë kam qenë fëmijë shumë i ndjeshëm, si të thuash, ndoshta të tjerë nuk e kuptonin dhe mund të dukesh pak e çuditshme, por kjo nuk ka asgjë për qenë të çuditshëm, të jeni të ndjeshëm. Është ajo që tham që ne naturalisht ndoshta shkojmë shumë thellë për gjëra nga më të voglat, dhe mund të çajmë për gjëra nga më të voglat, dhe mund të entuziazmohemi për gjëra nga më të voglat. Nuk ka asgjë të keq këtu ti ndjesh të emocione, madje është gjëja më e bukur në momentin që ju thjesht e pranoni, e doni veten tuaj për këtë dhe nuk e kritikoni më shumë se sa të tjerët e bëjnë këtë për ju. Dhe duke qenë se erdhën kaq shumë energjia e paraardhësve tanë, ndoshta thjesht ka nevojë të kujtohen, të nderohen, të respektohen. Ku ka më bukur se sa ti keni si mbrojtje në ekipin tuaj shpirtëror. Po mendoj që thjesht ta lë me kaq. Sepse shkoj një video shumë e gjatë. Por le të çojmë vetëm një kartë ndoshta çfarë do të vi si konfirmim ose thjesht si mesazh, me që e tham. Atëherë është një mesazh shumë i bukur, ndoshta lidhet edhe me këtë pjesën e fundit që ne filluam të flisnim, edhe e para ishin si të thuash edhe aq energji e mirë që po ndjej për tyre, lidhet shumë me këtë pjesën e të qenurit të lënë vetëm, ose të mënjanuar, ose të kritikuar, ose thjesht të bëheni të ndjeni më pak të vlefshëm, më pak si të thuash të magjishëm nga sa ju jeni, sepse ne të gjithë jemi të vlefshëm. Nuk ka rëndësi sa para kemi, nuk ka rëndësi çfarë statusi kemi, nuk ka rëndësi çfarë paraqitje kemi, nuk ka rëndësi asgjë. Fakti që ne jetojmë dhe jemi këtu dhe marrim frymë dhe vetëm kjo na bën ne të vlefshëm. Na bën ne të vlefshëm për dashuri, për mirëqenie, për prosperitet, për të bukura, për lumturi në jetën tonë, gjëra të bukura pra. Pse jo? Pra ne jemi të vlefshëm. Është si një fëmijë, një foshnjë. Ka gjë foshnja kur lind? Asgjë.
vetëm ekziston, vetëm merr frymë. Ama gjithë familja bën çmos për të dhe shesi gjën më të vyer që erdhin në familjen e tyre. Pse kjo gjë duhet të ndryshojë kur ne rritemi? Pse duhet i vendosim vetes këto standarde? Dhe ne shumë bukur mund t'i sqarojmë apo jo? Dhe ja ku është portali që ne folëm. Ne shumë bukur mund t'i sqarojmë të gjitha këto dhe ne shumë bukur mund të kalojmë në një dimension të ri. Mund të zgjedhim atë që ne duam, mund të zgjedhim jetën që ne duam, realitetin që ne duam. Si fëmijët apo thjesht si në një film, mendojeni si jetën tuaj si një film. Ky është një mesazh që më ka ardhur së fundmi. Dhe ju e zgjidhni, ju jeni aktorë jetës tuaj, protagonisti kryesor, ju zgjidhni si dëshironi që historia juaj të vazhdojë. Dhe kjo lidhet me këtë fakt, pra me faktin që ju ndoshta ëndërroni shumë, ju pëlqen të ëndërroni, kur dëgjoni muzikë ju natyralisht thjesht ëndërroni, vizualizoni jetën që doni, thjesht ndoshta edhe duke ndëntur ju ëndërroni ditën, natën dhe është shumë potente për ju kjo gjë, duke qenë se ne thamë ëndrat janë potente, por ju jeni për të ndjeni sikur ju shihni ëndra me sy hapur, si thuash? Po, është e vërtet, i shoh. Ëndra me sy hapur, ose thjesht jeni për të duket sikur po besoni në gjëra të pamundura. Dhe juve ju është dashur që të duroni shumë për buzje, të duroni shumë gjykime nga shumë individ, deri në momentin që është përthyet si një vulkan. Më falni, por kështu më vjen mesazhi tani. Dhe gjithë kjo ne tham që e kaluara juaj është mësuesi juaj. Por kjo nuk dikton. Domethënë sigurisht që është një pjesë e rëndësishme për të ardhmen tuaj dhe personin që ju jeni bërë dhe ju keni mësuar shumë njohuri të jetuara, si thuash, nga kjo e kaluar, por mos e mbani kokën pas. Tani më ndërtoni, si të thuash, kjo lidhet me shenjën e dashit. Inovim apo një jetë e re, një mënyrë jetese e re, siç tham, ju mund fluturoni, pra ndërtoni botën tuaj ashtu siç ju e doni. Dhe duke qenë se ju po billni këtë lloj fare, që është, si të thuash, farë mirëqenie në jetën tuaj, në mendjen tuaj, po flisni mirë me veten tuaj, e doni veten tuaj, po e ushqeni veten tuaj me ushqime të mira në të gjitha nivelet. Tani më, është koha dhe po kujdeseni për veten tuaj, është koha për shpërblime nga universi, për gjithçka që ju keni kaluar. Dhe këtë, kur e pash të kartë, ndjeva shumë të ndjesinë e paraardhësve, pra ndoshta ata duan vërtet t'ju shpërblejnë ju kaq shumë, sepse e shikojnë gjithçka që ju keni kaluar dhe një portal tjetër përsëri, pra të gjitha këto bekime, siç e shikoni nga vetë universi dhe ngjyra e Ilberit, po vinë drejt jush. Eksaktësisht për ju, posaçërisht për ju. Ndoshta mund të kem lënë ndonjë gjë pa thënë dhe pa përmendur, por që mendoj që kam thënë aq sa nevojitet. Pjesën tjetër ju mund ta kuptoni vetë dhe mund ta ndjeni vetë me intuit. Shumë faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje, faleminderit për gjithë që dëgjoni video dhe sidomos deri në fund. Faleminderit për gjithë që komentoni, komente kaq të ëmbla dhe të bukura që për mua do thotë vërtet shumë, nuk e keni idenë se sa më ndryshojnë ditën dhe vërtet më lumturojnë shumë. Vërtet onoroj bekime pafund nga zemra dhe jo se e them kot këtë gjë, por e them nga zemra ime, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, për të gjithë që janë pjesë e këtij komuniteti, sepse vërtet do thotë shumë për mua. Faleminderit nga zemra, e them sinqerisht. Ju jeni si familja ime e dytë, mund ta thoja, dhe vërtet uroj më të mirën për ju, bekime pafund, jam këtu për ju, çfarëdo që ju të keni dhe të keni nevojë, pyetje që keni. Sapo filloi shi. Kjo është një shi shumë e bukur, pastrimi, dhe tani po e shikoj si një shi me mirëqenie dhe prosperitet, sepse thuash ka shi, por edhe diell. Dhe është vërtet një pamje shumë e bukur që po shoh. Uroj më të mirë për ju. Mirëpafshim, shihem në videon tjetër.